manja, çuçi, tjetri, ky nuk propon ndonjë ndryshim. Për sa kohë njeriu i cili shtohen të pandehujt ministra, deputetë, struktura e posaçme, por nuk i paksohet, ai shtohen njerëz në qelim, shtohen njerëz në hetim, i shtohen njerëz të larguar për shkak të raporteve të përballave me drejtësi, atëherë këtu nuk mund të presë ndonjë, nuk mund të presë ata që kërkon shqiptar, nuk pret dot ata që kërkojnë qytetar, nuk pret dot sundimin e ligjit. Dhe çfarë harte keni sot? Gjithkush për ne duhet pyes. Unë shoh që pak të një nga institucionet me pritshmëri të lartë nga ana e publikut për shërbime e drejtësisë, që është struktura e posaçme, qeverinë e ka përballë nuk e kanë krah. Parlamentin e ka përballë nuk e kanë krah. Shumë politikanë i ka përballë nuk e kanë krah. Gjykatën kushtetuese e ka përballë, gjykatën e lartë ka përballë. Pra është i ka kundër, fjala përballë në këtë rast i ka kundër. Atëherë kur ky institucion, kur ne presim dhe themi ndëshkimin për korrupsion dhe i shkelje të zyrtarëve të lartë dhe të djergjet politike dhe kushtetarëve, ka përballë ata që duhet të kishte ndihmës, ka kundër ata që duhet ta mbështesin, ka kundër ata që duhet i shërbenin duke i ofruar mbështetje institucionale dhe infrastrukturore. Dhe atëherë ku jemi, gjendemi në një shumicë parlamentare. Besoj se ky ka qenë me fokus i takimit të Ramës me vartësit e tij, me të ndërruarit e zakonshëm, duke dhënë porosi se si do vazhdojë të godas korpusin ligjor, si do vazhdojë të fushë duar në kodin penal, në kodin procedurës, në kushtetues. Kjo është ajo çfarë Rama do bëjë, sepse i ka lajmëruar në mbledhjet e grupeve parlamentare, në mbledhjet me socialistët, me dëshkimet e brendshme dhe të jashtme, duke pretenduar